1 vit e gjys. Edhe e ndava midis burgut edhe këtyre marrëdhënieve me shtëpi bar, ishte shumë produktive. Ishte me leverdi, Anglia për mua ishte me leverdi. Verë mirë. Hajde se të presim Preston. Përshëndetje në Frushkruja, përshëndetje. Që ka dhe Dembela kare, as bet fjallë fare. Ashtu ka, sho njofim ne dhe njerës janë 30-40 vjeqë dhe i thonë mami dhe babi do mami a doli pensionin e bëjnë lek. Ure loku, ashtu ka sa duashër. Ashtu ka pa fund. Me thënë të drejtën në momentin që unë jam arrestuar, ka pëndaluar në Angli për arsye sporadike, sepse rastësisht nuk ishte paguar ujë e drita të ka shtëpia që unë punoja, se kur sjellin ata shokët, e vendosa që mbasi më kapën, thash nuk dua të qesh o mali qesh. Thash nuk dal me në Angli dhe ka qenë veprimi më i mirë që kam bërë që kam ikur në Anglia. Kam bërë kërkesë vetë me të drejtën, sepse me shullur edhe dënimi, edhe kam firmosur që për 10 vjet nuk shkoj dot në Angli edhe sikur t'jem me pasaportë europiane. Valket, edhe kam ikur, jam transferuar pasandaj, më kanë çuar në kampi për Shqipëri. Faj menaxheri do ke qenë më mendja, thot. Jo, nuk ka qenë faj menaxherit, jo. Qa faj kishte menaxheri shkret? Fajnë e kishte ponari. Ponari ishte me fjalë që nuk e vriste mendje shumë, e kishte kështu, mendonte se gjërat beshin, pavarësisht pagoje dritat apo si pagoje ujin apo jo, ponari mendonte se lekët beshin në pemë, edhe çdo pemë bente lek, edhe kaq. Ponari nuk i binte lapsit edhe letrës. Ponari, gjithsesi Ponaro, të përshëndes. Më ke dhe 4.500 pound. Ma ke bankën minis që kur ti keshe, se nuk ti falur. Mali, nuk ja fal Ponari, nuk ka dhe 4.500 pound. Po dash të zoti, mos t'jem në ato ditë që të më duen se s'ben. Ponaro, 4.500, ma niste banka, se e kam atë bankën, nuk e kam ndëruar. Nuk do t'i dinte për punëtorët shkurt mua bedi. Me thënë të drejtën, unë kam qenë në një situatë që e kam paguar avokatin me lek në Shqipëri. Dhe kam marrë burg si ponar. Për mos të thënë që nuk jam unë ponari, po është ky tjetri ponari, se ata thanë ti o rezotri që di anglisht shumë mirë, o thoj si janë gjërat, thanë ata, haje për ponar edhe rri mirë. Edhe normalisht unë thash që në ato momente thash që unë harrova anglishten e nuk di të flas me. Mirë, thanë ata, në rregull do ta shikojmë. Edhe mora për ponarun. Tani, me rregull treshi nuk duhet kisha marrë për ponar. Po tani çfarë ti bëjmë? Morëm për ponar. Kështu që ponari duhet të përgjigjesh. Mirë po, ponarit ju fik telefoni, pastaj nuk dinte të përgjigjesh. Prandaj, ponaro, na i bëj halal po, më ke 4.500 pound. Mi dërgo para se të nxjerr emrin këtu, se do fliqesh fare. Më dërgo 4.500 pound që mos fliqesh, se të njohin njerëzit. Më dërgo 4.500 pound që më ke ponaro. Të paguaj një muaj që ranë këtu ku jam. Ka pa Samsung ponari. Po pra po. Samsung ponari edhe ju i mori uj. Ponaro më nis 4.500 poundshin. Ose do bëhesh i famshëm në TikTok. Ponaro, jori, as njëri as tjetri. As njëri as tjetër, qa lidhje kanë këta, nuk kanë lidhje këta. Nuk kanë lidhje. Ja.
Të fala mi bejo e quni. E shumë minus të kote e fundit ponari. E disa më duhe mua tani ato profet jap garantorit të të përshokën të tëndë. Qa do bej, do dali aty e? O Viola, jo, po nuk... O incredibile, po qa ti bene? Jo, po nuk... Absolutisht, për të lënë nuk ja lë, jo. Për të lënë nuk ja lë në kuptimin që... Jo se do ja marrë me dhunë, po sinqerisht, unë kam qef mbetje, që una në pjesa se si kanë ndodhur historit. Pra, kjo është ideja, që kam qef mbetje në mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet. Se unë kam qenë drejt për drejt dhe transparent, kam thënë unë marrë burg dhe bëj burg për pjesën time. Po u dënova më tepër, fus një avokatër e quna se i bjesht marrë burg e për ju të tjerët. Sa pa gojën s'fola fare, mora burg për gjithë. Tani kur unë marrë burg edhe për ponar, po tani ti ponari i pago avokatin të paktën. Se mirë burgun për ty e mora unë, po tani avokatin të pagoj unë me lekët e mia. Si bje? Si i bje? Olz Nazari Live. Përshëndetje zoti Doshi. Ola, përshëndetje zoti Vangel Dakë. Me qënë Tom Doshi, unë jam karderë, Tom Doshi u shkarderë, ka i fajt e i funit atyne. Je po problemi... Po, kë profesor, ku i kam syzet e mija, i se kom? Dhe vetëm paguan të avokatin për dhe të me tjera për gjithë ju, ose... Po puna e se... Thanë nuk merë më shumë, thanë se... Ja do bësh 4 dhe 6 muaj. E shumë, po moram shumë. Po morem shumë, thanë do të përgjigjemi. Mora 27. Që mune? Baj këtu. Ti ma edhe unë shumë? Po. Po Tom Doshi s'ma syze, vlaj. I majtë syzet tjerët për Tom Doshi. Po si... Qatë tipi bojë unë e syze ish. Dhe vetë nuk e besoj. E di si duke shua po jo? Në gjaj si intelektual. Si intelektual i lartë. Për e të në. Bëj kështu si këto avokatët e rëndë. Qëne me puro kështu që si ka mundësi? Se ti, unë e bëj lejtë të ka. Si Sajmir Tahiri, thonë këta. Po.